Se pikor më mori pinatën e parë, u tha familjes tem, kjo e pandeshme. Unë isha e ndeshme, unë e kërkush, ase fejome, ase martome në shkova, unë ala fëmi shkova. Ala 16 vjeti kisha. 18 vjet më kam bajt puk. S'kum dalë për jashtë a shoh botën me jo tjeta. Aj veç, fjon veç. Unë e dava tjeta se s'du fëmi tjetër të vonë fëmija. Shumë ku mje këj borin të. Më refte shumë o tjeta. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Zvicër, do të jemi në Zyri. Është një 30 vjeçare me emrin Rehane, e cila është nga Struga, që do denoncoj babain e fëmijës së saj. Probleme të shumta që ka patur gjatë viteve të martesës. Që ditën e parë të martesës, burri shkoi në familjen e saj, duke i thënë babait se vajza juaj nuk ishte e ndershme. Aty nisi konflikti i parë. Edhe pse nuk pati divorc, sot pas 13 viteve, Rehania kërkon të ndahet nga burri i saj. Por kush është jeta e kësaj 30 vjeçare, unë hap dritare dhe e ftoj menjëherë zonjën Rehane. Rehane? Urdhëro. Përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Zvicra, po jam pi Maqedonie. A je shqiptare nga Maqedonia e Veriut? Po. Më ke shkruar, më ke telefonuar dhe po. Më ke thënë që ke Po, probleme. nuk sini. Probleme me burrin. Po, shumë. Por çka ka ndodhur? Fishizimi unë s'më ka dashki. Oh, sa vite marteske? Shtoj bujt 13 vjet. Dhe ai nuk të do? Kot. Por pse qëndron me atë burr kur s'të do? Patri djalit. E kemi një fëmi 5 vjet tash i po në janar. Djali, një djali kemi. Dhe 100 vjet shtu bë djali. Faleminderit shumë. Edhe çka s'kam çfarë të bëj. Atri djalit. Çfarë të bëj? Por do vazhdosh të jetosh me një burr që nuk të do? Jo, tash kam në mbëllirje me këta të shtetit në si ndihmojnë djalit. E dish japin kështu ka 200 franga japin, ti në muj, e të shohin të ndihmojnë. Nisë në napin banesë. Na në birë, të rrim vetë. Por ti e do burrin tënd? Në fillim shumë e këndast, për shpërt. Në fillim shumë. Na vëgat mi bonte. Aja unë e gjene durunja. Ka cili vend i Maqedonisë së Veriut je? Unë jam prej Tiprës të Maqedonisë, por jam aftu në Strug të Maqedonisë. Në Strug, burri është nga Struga. Po. Po, ama në Strug ama me një vjen si fshatë. E dashur Rehane? Urdhëro. Më fal që të pyes, sa vjeç jeni? Unë tash ti bujt 30 në prill. 30 vjeç. Po. Sa vite marteske? 16 vjet je martu. Oh, po pas ke qenë 16. 15 vjet jam feju. Me dashuri ka qenë njoja apo me mbledhëri? Ja, me shkojsi, si thuj. Më lejon të pyes, domethënë si u njohë me partnerin tënd? Jo, muni një atë një kumshim me njofti. Me njofti me shkojsi, si thuj. Po, me mbledhëri, me shkuesi. Me mbles, si thuj, si vinë durën ta kërkuj. Por familja ishte dakord që t'ja që vogël të martoheshe? Ja. Kur s'ka ndash vllazët e mëj për këtë. Por ti vendose vetë? Vetë vendosa. Tash ai ta marr, ta buj. Jo, nuk i ka me tik, na ma ne mora kështu. Me njerëzi, me dasëm nuk bona. I ke me rëmbim apo me mirat? Ja, dasëm nuk bona. Me njerëz, e dis me shkojsi, më dhanë, vetëm një darkë e bona, dasëm jo, vetëm një darkë të tjesht. E kuptoj, por familja jote në fund e pranoi se ti e doje atë person. Ja. Por kontaktet... Jo, unë se desha se këta më dhanë 2 muj, ose se disa 2 muj, 3 muj më dhanë, na fatë,
Po në thash familjes në fillim, unë e pa çfarë njeri u ishte. Se pikor më mori pinatën e parë, u tha familjes tim, kjo e pandeshme. Si e pandershme? Ditën e ditë, erdhi familja ke mu të më shef, se nana më ka vdik kër i këm pas 30 vjeca une. Oh, Pi raku në gji. As një javë, së di 1 muj, 3 muj, së di sa ka qëndro, e ne ka vdik pi raku. Onde këm qenë 2 vjetë, 3 vjetë, më ka lanë. vika keq. E dashurane, Baba jem base mori, baba jem mori në anë tjetër mirë, kimi mërejti mirë ka. je rritur nga njerka. Po, jo, shumë më rejti, asë nuk më vërtejte, asë nuk më kërcënohan të më rejë, ja, shumë më rejte. Erdha ke ki, kuatë. E dashurane, fjala njerk është një fjalë paksa jo fort e ëmbël. Nane kum pas, jo mirë kate. Ajo më ka rojt, ajo më ka lapi 2 vjetë, 3 vjetë, më ka ushqet, më ka bath, kur që arruj të mërën. Kur. Njerë në vdekje, unë vetë kom fëmijë, ta shti e shoftë që e vlati fëmija. Vetë jëmë po nane, ti qka u. Dhe më vjen mirë që nusja e babait të ka trajtuar si vajzën e saj, të ka dhuruar dashuri. Jo, asnjëherë s'më ka rap, asnjëherë s'më ka kapur flok, asnjëherë s'më ka bërtet, asnjëherë s'më ka marrë bukën të ma jekën, Më vjen mirë që të paktën nuk shumë ka më ka munguar nashme, sot e du. Sot, baba ju më vdiq pi frakti në zemër. Oh, e ke humbur dhe babai? Me mirë. Edhe ka që 8 vjeç e kam Më vjen vetë jam mirë. Vetëm këshkëjet e kom mirë, kënë e vlazët i kom ba marto. Ke kontakte me Fukarallën kemi. S'kemi ku qo. Ke kontakte me njerkën sot? Po, Më vjen mirë. Jem me lumëtëri, foli, buj. Më vjen mirë. Shumë. E dashurane, dua të ndalem te problemi jot. Ti ishe 15 vjeç kur vendose të martoheshe, por bashkëshorti sa vjeç ishte? Jo, 15 vjetë kër u fejova. Dhe sa vjeç Po, ishte? kër u martova, 16 vjetë. 16 vjeç. Por ai sa vjeç ishte? Ai 28. Ai 28 vjeç. Por ti më the që ditën e parë të martesës ai shkoi në familjen tënde më pas dhe tha që nuk ishte e ndershme. Po. Por çfarë? Ai nuk të gjeti të Jo, virgjër? familja jem erdhën atë të më shofin si bie, ditën e parë ditën e ditë, më shofin e vlatën e vetë. Kjo, pra me pas baba jem shumë më deshte. Shumë, ma shumë të këtë fëmijëve më më deshte. A në thash, ajde, babi tash i bëm dhe një sen të angrëm, ajde. Sa unë më atëj, a i tha kjo e pandeshme, ku ata e bajone, one drejt o det atë të kazë, onë se be vjerës tem kum det. Se vjerën tem e kum pas jo nan, po e kum pas shuat që çdo sen më ka dasht, e kum dasht shumë. Me vjerën kështo shkushim jo më nan, po ajo se be tasë se ajo bori jem drejt o deta hone, shumë kum je këj borin të. Por pse? E dashur. Shumë. Dhe më dhimbsesh kur të shikoj që i mbush syt me lot. Du, më rrefte shumë të ta. Dhe më vjen keq. Du për mi trupin. E mërë të shoshni këto shkuan të kazinë në Zvicër. Kredo, vira jem me pare për fillimi ajo. Aj për fillimi s'më ka dash. Kur gjo. E dashurane, por pse ai ditën e parë të martesës i tha babait tënd që vajza jote nuk është e ndershme, nuk të gjeti ty të virgjër, domethënë për çfarë e tha këtë fjalë? Po i tha, ajo kur i tha, babait tem sigurira, si të i tavadi për mi krej, bota sigurira. E po i tha, po qika ashtu, tha, unë e marrë bijen tem, e në ashtu u fuks vjera jem, ta jo tha, unë se lata, kjo bia jem të vdesta. Por pse burri jot ja tha këtë fjalë babait tënd?
Unë isha ndershme, unë e kërkush, ase fejome, ase martome në shkova, unë la fëmijë shkova. La 16 vjet I kisha. Por kur iku babai, ti nuk fole me burrin që pse ma lëndove babai, pse a the këto fjalë? Se e thash fjalë. Kaloj ti pas ditëve dhuna ke trupi e fillujti. S'ma deshte familjen. S'mi deshte babën, s'ma deshte vllazit. Ai të dhunoi që ditët e para të martesës? Po. Për fillimi. Vetëm 1 vjet 2016 ta ka qenë më, 1 vjet e kemi kaluar më. As shamat, as probleme, as fuqë. Vetëm 1 vjet, vite të tjera unë e ti. Por pse lindi dhuna? Dhuna ini se kur vinte familja im, se deshte fjalët I gjesja unë nga ofendimet. Mo mi thante se ja thante familjen saj, s'ma deshte vllazët, motrën. Edhe ki, Odeta para se të më merr mua ka qenë njëri I fejom. I fejom ka qenë. Basë mbrapa para se kur ka lanë të fejumen ka kaluar me një zviceran këto. 4 vjet me atë. Pastaj është martuar me ju. Jo, ka kaluar me atë zviceran ka pa letra me atë. E ne, kje deshte atë zvicerankën. Sot I thosh me jo teta, sot që a shef asoj. A be zemra I qeshën kur e shef. Po I thonë pos, nuk më do në mo, shko mere braca zojmi. Ta ka isha mata poteri, me vjerën zoj, me vjerin. S'ko ma jem razit të mbojtë mo teta. Të fugëm trenit, ose busë të shof të bëjnë sens s'mundi ma. E të Rane, nuk do t'i mendosh këto gjëra zemër, ti sot je bërë nën, ke një djala, I ka nevojë për ty. Nëse ti... Pëkat, ashti I bëna për të ngrane, lava I vesha, edhe thash më brapa birë të qes, po vetë grë, vetë borë me o teta. Mërë vjera më ndimos, ja arruj, fjerës, kohë, a unë e pranuj ka bime të mëja, I natin e borit tem ke vjera I qes, vjerit I fola, ta s'kam faj. Ato më mbaj në banesë, ke banesa e vjerës tem realone. Por kur ai... Më nuk folkis për vjerën, ata kur gjës më kam bo, asë njerë. I natin e burrit janë nxjerrë atyre. Po, u fol, lafi të pista, të randa. Ma kur del trakut, kur nervozojmë, s'di çka buj o teta. Ama buen pishmane, kom zemrë fol, po binde, mi thëmë, çfarë ka ki person, faj. Për ja si shtoj lutë më shpërthejmë për kotë. E kotë me o teta. Asë një s'kom ku t'javë zemrë me kë. Njerëzit ta bujmë vorin me o teta, asë një së duam. E dashur Ane, jemi të dyja së bashku dhe unë do të flasë sikur je motra ime. Unë e kuptoj që kur burri nuk të falë dashuri, nuk e ndjen ngrohtësinë e tij, ai të ofendon, mbi të gjitha të dhunon, që është akoma më e rëndë, ato mlefe dhe inate që I mbledh brenda vetes, ja shkarkon vjerrës dhe vjerrit duke përdorur fjalë jo fort të mira, por ata janë të pafajshëm Jo, në këtë histori. asnjëherë. Ti 11 vjet e qisëm, ti më dhejtoj teta, a be një fjalë, as burit, as vjerë, as kërkuqja. Çka bënte buri jem? Buri jem me nderën e drogën e bënte. A do ta dish? Për drogën e 5 vjet vetë e kumrit djalin. Vetë e kumrit. E kanë shti në burgje. Burin tem. Basta e kanë qonë për klinika se su bo ke kresisht të tamam. Të bëj shumë pjatë të bardhën. Ai që nga të përdorur. Vetë ris djalin. Vetë ris. Me vjerën tem e ris. Me qatë. Me qatë s'ka shkuja, se jem bështet kujtë. Por, kur ai të ka dhunuar, unë dua të të pyes, Reane, ti e ke denoncuar në polici? Ja, asnjëherë. Shkushim në Maqedoni. Njerë më ndali baba jem, ra me pas kur ishte gjallë, më pa me shenja, e tha isha të sheku, se s'kishte qef hajtë të lim. Baba jem ishte tipi njeriu që s'kishte qef të lim. E dish, s'deshte. Thash, si ta jek, ki ma gjiu shjerkun ma të shtrin. 100 euro ma gjiu. Gjithisht o dita? Që më shef me shenja. E në i thomë, mirë këstem, oj, tha shef si më ka pu, thash, kore e pa,
Po, si t'ja të shtuj tropin, thash ati, ajte më ndalën, të bëjmë shamat, të bëjmë të... Zdesha shamat, dhe dish të losë të fes të shkoj. Me vjerin, zdesha, dish problem, të bësh problem. Me shpijet, ashtu isha njëru që brenda e mbajnë. Po shumë gabim ke bërë, që nuk e ke denoncuar në polici kur ai të ka dhunuar, që e ke toleruar kaq shumë. Tashti, pargje i fola, e në tashti i bëna, e sta marim gjallin, ajo është i lirë, këto afër e kom, për 10 minutë, e sta marim tash gjallin, tash që s'kim nevoj tanto, për të shef gjallin, të jemi të lumtur, s'ka lidhje, atë shkimi brenda ne, të më dhe jemi, s'kim nevoj ta shkarkujmë problemet këtë gjallin, se gjallin tonë shtë i zen, kazan të folën, i këton sende. Jo, të i vetë, stofë të, pësë shumë stofë të tjeta. E nuk ka për parës. Më thonë të parës, ja ti kish pika jo shpoja s'ka, o sik. Nesa të më ndimu në shtetin një sen, ka tërson t'i këtash. Por, në momenti që ai të ka dhunuar, ti se ke denoncuar, vjerë... Ja. E qartë, vjera i kanë folur? Po, ata i fushme, vjera ma shumë s'ka shti bonte. Smerte veshtë. Smerte. E në fund të disi u bo katastrofë, o teta. Në fund unë e di një azon një shoshti shumë të keqe. Shumë të keqe e zonë, teta. Tulli shok binte nke banesa. Një e proni i fjok gjatë, po mobre më lupe kështu. Para se ta bujmë gjallin. O 10 vjetë s'ku më bo fëmi. Në 8 vjetë, 9 vjetë s'ku më bo fëmi. Ta se 10 vjetë, 8-9 vjetë. Ta shte Allah i ma fali. Edhe është gjëja më e shtrenjtë, besoj që ke djali që të ka falur Zoti. E dashur Ane, por kur ti ke ndëjtur 10 vite pa fëmijë, keni jetuar të dy, ai të ka dhunuar, pse ke qëndruar me ato burr? Pse nuk je ndarë? A vete një detaraj t'jap një shansë, se një jeta e ma mërë, a e ma mërësimjet, a ma mërësë shku shot teta, ka marrë një borë t'ala shtjetën, që ke familja të familja im për vete s'kam breu teta, një shpëj të vogël e kanë, 4 vllazi pa martoje, vetëm njoni t'ashti u martu e ka marrë për Shqipërije, ku të shkuj një më në kuptoj ato vetje të varfër, s'kan ku të dronë, e në të përqasë e sha ma karkes. E dashur Ane, po ti e re, mund të punoje, të jetoje vetë, fëmi nuk ishe në ato kohë, nuk do i bëheshe barë vlezërve dhe babajt, por ama nuk ishe pse të qëndroj me ato burë dhe të vuash edhe sot. Sot je bërë dhe nën. Shumë. Fëmija ma shumë se musë më përdim se tjeta, je më në mësu. Me vujtje me je ka me shamade me probleme pa e vlati. E vlati me tjeta po është e rëndë, Reane është e rëndë të dëgjoj një 30 vjeçare që nuk është problemi për mua, unë jam mësuar me dhunë, jam mësuar me fatkeqësira. Jo, ti meriton të jesh e lumtur, të bësh jetën tënde. As des kum qenë e lumtur teta me këtë person. As me këto familje, me këtë kësë kum qenë. On brenda e mbaj nga voshin, që 12 vjetë brenda e kum mbaj. Brenda, aj më zëndon të unë s'bunjaza, aj shmante me shok s'bunjaza. Si të një di likës me jepte, sot e sot s'me jep. E vlati i duan për të ngramë. Mës bje vjera jem dalim në rrugë bre, o teta. Ta shte unë shkuj pak për gjuën, 12 vjetë më ka bajt puk. S'kum dalë për jashtë a shoh botën me jo teta. Por pse s'ke punuar? Të kesh dhe ti pavarësinë ekonomike tënde. Nuk më linde mëj të dalë mëj. Këto e kimi market, njerë ke marketi s'më linde të dalë. S'më linde për jashtë a buk më bante. Por pse të blokonte? Pse të blokonte kështu? Ishte xheloz? Se ishte xheloz. Xheloz ishte shumë. Por ai e kemi këto, e dish maqinën, më falësen dhe pres bisede. Maqinën e kemi, e dish me gjithë banorët, e dish si lajnë këto teshat si lajsh, e dish? Po. Këto fëmijë si ale. E në kur vinde vjera im punuante në spital atërës, vinde 10 të natës njerë 12 lante ajo që ishte xhelos me linde poshku t'i laj. Por tani 12 vjetë mo, e shumë shtrëngim më kam bajtë të ta. Ta shtoj ku këvan të dalë. Oreane, a i dhe së ka dashur dhe ishte xhelos? Po. Se s'ka kuptim. I bie që a i shumë të ka dashur dhe ka qenë xhelos i sumur. Nëse më se traktur i marrë një qitër mashkull ose... Ata i mendon, dhe unë e di. Se, kër e ka pasat të paret, kër ka qenë i fejom, ase ja ka shte litrat këto. Kër u fejova une, ato më dëfton. Ajo ja ka shte litrat për ta prunë në Zvicër, për t'i bët dasëm. Ase të parës, ama ajo e ka trathon me qitër në telefon. E ne
ki e ka gjithë, që një ka thënë babës të vetë, baba vetë, këtë familjen asë për jashtë ai ka qitë. E ne, ai me ndonë se e nune më se buja të luj, si ajo. Po unë as telefon, unë 12 vjetë as telefon s'bajta, o teta. Telefon s'dinja unë, a jenë gjallë familja im, a kanë s'dim. Vetëm vjera im ka të një këmë shtojnë të kësoj kohë si arruj të mëjrën. Sot e sot unë i full, po i thomë o falë të s'ke faj. Burë jem i thomë i ka fajet. Po unë nuk jam që të prishet familja, të shkatrohet familja, por kur s'ka dashuri dhe mbi të gjitha ka dhunë, për mua do t'i jepet fund gjithçkaje. E dashura Ane, ti s'ke mundur dot të flasësh me burrin tënd, pse ai sillet kështu? Sot merremi vesh, s'kemi marrë veshje, as burrin, marrë veshje një, s'kemi respekt, s'kemi dashuri. Njëri, vetëm bërtasim, s'kemi të ditë të ulemi, të diskutojmë, të qajmë problem. Ja, a ja ke kërkuar ti që të ulesh një herë me burrin tënd, të pish një kafe, një çaj, të flasësh? Asnjëherë dita. Kur në fillim, po, në vitin e parë që martova pas mbrapa. Asnjë se do teta, jem të bo budale, mendja të më lut pi mbërzinë. S'kisha këtë zlëf brenda, ma më tash të kaptoj, një mbërzi ashtu të kje që kisha, s'di çfarë të bëj ku të shkuj, s'di jetës temë. Ti aktualisht je në Zvicër? Në Zvicër jem, e kom be, se s'kom djetra, po e kom be, e di si në Shqipëri, kur vinë që rëjnë një vjetë si rëjnë e tish, njerëzit e tish si rëjnë, për shemë, ashtu s'kom djetra në të sigurta. Por, pse ai nuk ti ka bërë letrat që të bashkohet familja? Ai pi fillimi s'ka dash t'i bën letra, ai teste të vjetë që të rëjnë, 3 muj këto, 3 muj të rëjnë e majsën një, 3 muj këto, po rame pas ai baba jem i tha, ja mere të së si njeri i tha, ja i qëta, jema këto tha. I tha nësoj. E mba se mbrapa, ja e bu një razi vjera jem, ne i bëm letra, që ashtu me zork. Pra, i ke bërë letrat tani në Zvicër? I ku bë ama si jo të këto Auschwitz, e tish? Ide, pe e kom. E kuptoj. Por me djali si ka marrëdhëniet, burri? Ja, edhe djali ja. E djalin se do naqë. As djalin e vet nuk e do? Ja, djali i vi, a i sa vije, am buk, shtrohet, as lot me djalin, as e merë ta qiltë më jo tjeta. Licë, si bëhet vënë, kokë gjohet tjeta. Rane. O të atë zërë me qesi natin, një mbërzit të lash fifull. Ajde i thëmë ta marim djalin, ajde të lujmë, ajde ta qesë, nuk, a beodeta puk e kry beodeta të kom, vetëm shabat më s'kom, vetëm lafe, probleme, mos më duhet, pasunia jeta, luksuze, buk e kry, vetëm ratë të jemë, vetë qatë borë thunja, vetë shkët fëmi. Ama se kom atë jetën atë teta. Vetëm shabat vem probleme, këto më kartë. E dashurane, ti e ke pyetur ndonjëherë burrin tënd, a më do, ose të ka thënë ndonjëherë ty ai të dua në kaq vite martesë? Asne. Ama, unë e kum dash në fillim, me shpërtë të të e sa thëmë diqnë. Ha i këto në prejt një vindën saba, në mëngjes vinte këto në Zvicër, i argjon të paret më jo tjeta, më kapte për floke, më reshte, shko kërkuj në anës tem 90 franga, 90 euro, që të marrë cikare, në mbramje i merë të ka 500 franga. Shkon të i argjon të kazino, i argjon në për droga. E durova ma këto, e di shkon mboshet ajo, si kopa e në makordera së mundi ma utita. Vetëm abe u kërkuj shtetin tim, kum shko me djalin, abre o të më qitë vjeri në rrugë, abre ankesa së mund t'i bujnë bre utita. Shteti i që ku gjo, se ti pse. E dashurane, zemër, nëse ai është përdorus t'i lëndëve narkotike, luan kazino, dhe pret nga nëna e t'i dërgoj 10 franga për të bërë një paket, për mua duhet i hapësh fund kësaj martese, zemër. Po shkatron vetën tënde, po shkatron... S'më dun drejt o tjeta, me efto familje. Familja s'më dun, se u folin ative. S'më dun as familja. Shkova këse rendi, ja qita pa shoshin e Maqedonisë, të djalit tem, isha rasit djalit ala i jetojmë. I thash verës,
Mo bërzit shpër, ty ja të rej këto thash, ja s'ka. Nuk s'ke ma thash ma që. Nuk s'kem se këto më ka probleme jem të qasë. Pa shosh nga cilat ciali tem, thash vjerës tem, unë kom respekt për të e. Oke, së të full, të ofendit të kërkuj falje. Ma thash, o dit, tash, nuk s'ke, mirë ka jemi, di shka më bënd një detaj. Ma qiti ku ferin atë. Që të mje kik, më sërë këto me do se tu a marrë pasunin së babës tem, ba unë sërë për pasunin bre o dita. Pra, edhe, motra jo me li gjallin banan, jo me li jetojmë, nesër gjallit të vonë për toj, motra. Reane, ti po më tregon që familja jote nuk të mbështet për ndarjen, ti kërkon të ndash, por nuk të mbështesin. Jo vetëm atri gjallit, me la rrugve. Me la jetojmë se baba vetë ala u brenda në për klinika u. Ala u, o dita. Ala s'ka në shpët që 5 vjet, 1 vjet për para e se jeni 6 vjet jenë të e pret. Kë po pret 6 vjet? Burin të dirqet bedunja të bashkohen, po nuk shkohen do dita, nuk shkohen. Ai kur vije, e lishën vetë, disa mëso vetë të rëja që në klinike, ti shumë me një huat ashtu. Po njeriu ai nuk po që ka artë një ditë këto. Javë për javë vije, roj një javë, roj diti. Po me që dhimë rëv tjeta ma bon. Para një javë, më tha vjera jem, shko shefoj bisa se për trenin, se ti ku të eshin shku, të marrë du e dish një krevet, du të marrë ose një krediruk një marrë gjallë. E shkuta pëjt, aj 1.400 franga, 1.000 franga e pa gjujti busin. E dish busin për ty për gjithë vendet. Po? 1.000 franga, gjithë vendet më të shkuar në Zvicër, a gjallin e lim pa ngranë më jo teta. Pa ngranë e din, as vjeri së më ndimon më jo teta. As vjeri së më ndimon. Vëmë që ajo vjera, mëse që ajo një rrugve dhe të fime o teta. S'kemi bandes, s'kemi shpoj, s'poja e vjeri tu. Vjeri dhe vjera jetojnë në Struka apo kanë ardhur aty në Zvicër? Jo, bashkë, jetoj me vjerën në bandes me vjerit. Jeni në Zvicër të gjithë? Po, gjithë bashkë familje. Ti e dashur Reane, kërkon të ndahesh nga burri apo kërkon... Po, ku e gjitha një avokat për Kasove, edhe i bëna telefon, në bas kokën e gjitha e një shkryta me email. E ndaj më bënë telefon që shumë problemi, ta shkryta shumë këto, po këto s'ko pare o dita, për ndarjen. Por, s'ko pare. Divorci nuk është problem, për sa do të kushtoj divorci nuk është në një shumë e madhe të pagosh avokatin, por nëse ti e ke ndarë në mendjen tënde, në zemrën tënde që do ndahesh, këtë gjë mund ta bësh, por ja ke komunikuar bashkëshortit që do të kërkoj divorcin? Po i thash, njerë thët, po njerë si fëmi bon, po thash unë seriozisht e komentas, unë s'mund të roj ma, nuk mund të i bel dita, nuk mund të i. Sa janë i folë bre o teta, më ngret më kapën për fojti, për fjoke më kapën. Por i folë fjallë, që më vjenë në gjëma të njerë në rëzonë. Para gjallit më rrefë. Ala e ka durët. Njerë, në sfoj këtë më angullën më jo teta, më do një vjera jem për parasësh. Se i fola, i tha, njem pare, gjallit do në pare. Fëmija rojtët, ka arzime, mërë pa persa ju kështu për të më që më njerë bizio të tanda. Për ka, do t'i gjesh dhe një gjashte, ka ditë lingjen, do t'i gjesh dhe një krevet. Si, unë me nduja ta jeta i gjatë, të të regjiz një me vjerën të vjera jem 70 vjeti, po. E vjetër, njësër kjo vdes kush na banë më jetë dita. Rehane, ti e 30 vjeç dhe ti duhet të punosh. Nuk duhet të presësh nga vjera, të blej bukën qumshtin për fëmijën. Ti vetë, se nuk punon? Po, s'mund të besë për gjuhën shkujo dita. Për gjuhën, se gjuhën pa me ti së të marrin në punë këto. Po, e qartë, por... Ta shte sa të më zanë për gjuhën, jo pikor, ta shte të më zanë. Deri ta shte jo përshqit rënja na, e të sëjtë më shqit i kisha mbrenda që ditë rënja. E kuptoj, për shkak të gjuhës nuk punon do të aty në Zvicër. Në çfarë vendi të Zvicrës si jetoni? Në Zürich. Zürich ka ma me një fshatë si ushtëron. E qartë, por mundohu të mësosh gjuhën dhe të fillosh punë, sepse edhe ti duhet të punosh. Edhe ti duhet të japësh kontributin të në familje. Ta shti ka tankë, ta shti të pështoj me një restorant të punoj, ta shti të shkuj për gjuhën,
të martën e kompinë në deri 11 gjysmë. Të vita buk, të veshëm e të shkuj pinë 12 gjysmë deri në 4 gjysmë. Po patjetër, Rehane, të gjithë sakrifikojnë, të gjithë punojnë. Dhe femrat punojnë, të ardhurat janë barabarta në shtëpi, si nga burri dhe gruaja. Por kur gruaja punon, ke dhe pavarësinë tënde ekonomike. Por kur nuk punon dhe varesh nga burri, qoftë për 10 euro, kutala beoteta me këtala. Vjera jem, nesër ndodhën të se ata se ajo e së mundë, ku t'jala, ku. Orane, të lutem, nuk duat që të mendosh kështu. Ata ma marrë një në 10 gjysëm, po ma mbrapa kutala me kë. Ata unë një 4 gjysëm të punoj tuat. Rane, të gjithë shiftet bëjnë sakrifica, të gjithë kanë fëmijë, i çojnë në çerdhe, kthehen nga puna, dikush vjen përpara nga puna dhe merr fëmijët, dikush vjen në orët e vona në shtëpi, gjërat sistemohen dhe rregullohen. Duhet jetë dëshira për të punuar sepse gjithçka sistemohet, por ajo që mua më vjen keq është se ti ke probleme me burrin dhe je lënduar fakti që ai nuk të do. Ai nuk të do ty dhe do një tjetër, apo diçka tjetër nuk funksionon në martesën tuaj? Edhe drejtë, edhe na jo marrëdhënia nuk funksionon. Bore gru. Ju krevatin e ndani bashk? Ja, që 2 vjet ja. Keni 2 vite që flini të ndarë? Po. Ai veç fion veç. Unë dava tita se s'du fëmijë tjetër të vonë fëmija. Ai e shoh se su për fëmijën. Çka të bëj? Ta rrez vetën e bor grua të buan. Jo bet o tita se këto në Zvicër janë më thanë ato, i thanë nësoj borit tem, kur kishin një mbëllitje për djalin. Do e kja 50%, kjo e ka 50%. Mos sjalisa dhe këtë barën tha gruës të, për beren të pak barën të gruës ta. Një të shtat që duhet borit ta mirë tha. Ati si bëhet vanë për kur gjo? Përgjithësitë e familje ndarë në mënyrë barabartë, si të burri dhe të gruaja, por ju keni ndarë shtratin, ti fle më vete, ai më vete se ti nuk do të bësh fëmijë të dytë, apo ka mbaruar dashuria? Ka mbaruar dashuria, ka mbaruar ma kur gjo ma. Krejt ka mbaruar, s'ko mas, respektas, dashuria kur gjo ma. Kur vesë dhe shumë mësoj ma atita. Më ftof ma. Najë. Që ta 2 vjetë më ftof ma, i që dhe shof. Iq. Po i pas ka ardhur fundi gjithçkaje. Fondi ma parë, mamaj. Unë atri djalit rëjë se më silta atri djalit, edhe familja e ma bujnaj, s'ka thaj familja. Familja se një vënduj biftani. Se ata sot djenë gjina, ata s'ka thaj se nesër gjina i shkreti, nesër më zvinë se ata në për gjurëm si vini kërkuj nanat, baba, si kërkuj. A në më prazë dhe ta lau të ta i gjetëj. Jo, por nëse ti ndahesh nga burri sa ai të dhunon dhe s'të do, nuk quhet jetim fëmia. Sa ai babain do ta takoj, gjallë ka. Mos e mendo kështu. E dashurane. Unë e pi natën e parë dhunë ku m'pasu të ta. Natën e parë të martesës. I natë për të fitë të je pandeshme, ta e mëri, se di që shmëri ma blodhë ke kroja, kres. E në më dhunu ti më rafti. Që ditën e parë të martesës? Po. Vetëm dhunë, vetëm 1 vjetë kemi qenë mëjë. 1 vjetë po, se arruj. Se ditë se ju prem me ndja u bo mëjë. Pas e mbra pa katastrofët jeta. E dashurane, ti ndodhesh në Zvicër, je në proces letrash, i ke bërë më the procedurat, ke kërkuar ndihmë në shtetin zvicerian? Çka? Ke kërkuar ndihmë në shtetin zvicerian? Po jave shkuj u thonë, në për gemajti, në për shteti, nuk më t'i muj brau tjeta. Se ti nuk e deklaruar dhe nuk e denoncuar dhunën. Ky është gabimi jot më i madh. Unë nuk e di pse nuk e ke bërë. A shi, shka më pënë të në cënjë s'bulla. Po duhet i themi stop dhunës dhe pos qem ne, gratë e para, ne që dhunojmi, ta ngrem ne zërin, kjo gjë nuk do përfundoj kur. Po kisha frikë më gjenë se ata si vrasin gratë, si fugën në për... Ja e njëna si unë bëjtë kërë i gjesh, unë i gjesh në për lajme të për Shqipëri, gjithë botën që ndodhit. Por pse ti ke... Kër ullim ja të në mbramja, unë i gjesh për ate, po kërë frikë shumë. Të bëja shto sende. A i të kërcënon? Po. Edhe u kështetan të shtetit, kjo për të datë unë ku me vra.
direkt në banesë tim brenda. Ku ti kishte thënë këtë gjë? Ja, ative policisë, shtetit krive në kam. Po nuk ka mundësi, se nëse një person i thot policisë që unë do vras gruan, policia e ndalon atë. Po e ndalujti se ti sa muj se erdhin të banesë, ta shef djalin. Se ti sa muj. Unë t'i jap këshillën e dashur Ane të kërkosh ndihmë në policinë zviceriane nëse situata është kaq e rënduar dhe ti pas ke edhe frikë të jetosh me atë njeri. Shumë Odeta, në ti ka shkuj. As ban, e ti që s'papi do Odeta. Këto në Zvicër përpara ishte, ose ti në atërë se rreje, kur era fillim. Ki pa mi bëni letrat që të parë të undet azër Odeta une. E dish që në Zvicër që gjasa unë jëm këta asim ka i krëja ta mamë une. Të kanë nxjerrë me problemet të shëndetit mendor që të përfitosh. Po, e nëne e pirë 16 vjetë, shkunja ku deshte ki, e në vëdo janë shkriba, unë s'dinja që shot gjuhën se dinja. Aja se di gjuhën. E ne, erdi fondi, bëna djalin deshin të pa marim pina spitalë. Se ty të dini me problemet të shëndetit mendor. Po, sot më din. Djalin deshin të ma marim në teta. Deshin të ma marrin për spital, base vishin aca gra shqiptarka, vishin gjermanka, me dyshin se me e vras djalin, me e mbit djalin, u bo shamat e madhe, edhe erdhe më ullën atë, u bo si gjyq e madhe, sa djalin ne e kemi tërmet të ta marim, ose të të shim të minjat të rëjvet, djalin jetë të ta me shteti, djalin të ose me djalin që të rëshke nanat, edhe unë këtë vjera jem në kam, ta djalin o sajnë bajta. Djalin kërku s'ka gjamir kësaj ta. Por çfarë? Ty burri të kanë nxjerrë me probleme të shëndetit mendor në shtetin zvicerian dhe ti ke marr pension çdo muaj, ke marr rrogë çdo muaj. Po, marr dita se disa i marr. Ama 50% e kom, përpara 100% e kisha, o dita. Për para të se ta mam si shajit që ta mam këtë zero. Kjo nuk është e drejtë Rane. Edhe vjera ju ma mbam djalin, on vetë fi, borën se kom, djalin se kom. 5 vjetë vjera ju ma ka marrë djalin ke kreveti, vetë, on vetë fi. Se me nduj se e shtojmë djalin, me nduj se e vraz, me nduj se si më dalë une. O teta vëtë, ka zo krejnë e ka vishte. Me teta. Ma mbi ka shumë keqe dashur e Ani që gjitho probleme po mi tregon ditën e sotme dhe të gjithat kanë ardhur si pasojë kësaj martese që edhe pse je ende e martuar nuk ka funksionuar që ditën e parë. Më vjen shumë keq. Ja, nuk funksionon liçma. Shte fondi ka, po. Por unë të këshilloj që të denoncosh dhunën, nëse ai person e ngre dorën ndaj trupit tënd, të gjuan, të ka prej floku, njofto policin, denonco dhe trego të vërtetën. Duke treguar të vërtetën, do marrësh ndihmën nga shteti zvicerian. Ma beso këtë gjë. Pasë ndihmojmë bre, dita se i kom letrat tonë, ata më disë butallë, unë po të folë andër për lu. Ala i kom letrat se si më gjase me din të amamun ka i krëja. Po nuk ka zova shtetit zvicerian, unë ki thash më ka qëllë thash, jo vetë thash, vetë nuk më shko thash unë. Ose dinja gjuhën, ose dinja rendet, thash, ose dinja ka qkujt thash. Kipi fillimi, më qonte në për doktore, më qonte në për policia, më qonte në për, shka ku mje këtë ditalë. Kër erdi fondi, ai u dhono, se tha se more përgjigje, se ta marrë përgjigje. Ata më thanë, o teta, vënda në shkrim këto, se këtu zvisën me në shkrime, po vëndave në shkrime angri, o teta këto. Qitë kom vetëm shkrime, po të vëndush, se dish gjuhën e dish, s'po e si këto. E qartë, po firmose e qartë, e kuptoj. I kishim një mbëllitje për gjallin. Vënda tha në shkrim këto, ose gjallin e dun, ose përgjigje. O dhash gjallin e dun, o gjallin nuk e la. E nda shtet drejtë, o teta të t'kallë se njëse, i nati, lofin, bërzin, krejt, ke gjallin e që si i bërtas gjallit, e njerin dem, i bi gjallin e ko me depresion, o teta. Po kjo është fatkeqësi dhe do të kujdesesh për djalin tënd. E kom, kër më ndet, më jo teta, mi shkullën flokë, të kashën dorën djalli, më bie, i bie vjerës dem. A e keni trajtuar me psikolog aty? E ke quar te psikologu djalin? Po e ku qoa la si ka darë të analizat. Allah si ka darë që pinë
Pinë në Andorra, alas më ka ardhur. Do të bëj telefon ti poj si e ka gjendjen. Por me gjithë situatë, vjera dhe vjeri çfarë të thonë? S'më du në ditë, asë kërku s'më du në ditë. O dhe vetë me kërkush o ditë kërkush. Kërkush, kretë më kanë refuzo, kretë s'më du. Kretë më shajnë, më përbusin, më ofenduin. Fjallë ma të randa, o dhe di se e qyjet në ditë. I ke thënë vjerës që do ndahem nga djali jot? Po, shamat buj me vjerë mësoj, me vjerin. Grem në mëngjes më jo ditë, si nose, të jeshe lumë, të ta qilish dhere me lumëturit, të ishte lartë, të marish, të mëqosh, të bush, vjerin gret, gjithë natën rije rruve më jo ditë a vjeri jem. Gja se ka i të punon me një klub, vjenë sa bë, se të duron djalin gret, që se djali se djaf pushim, pike e shkolla, se ne duron të mo, bë, shama të madhe o dita. E dashura Ane, mua sinqerisht më vjen shumë keq për gjithë histori që më tregove, për vuajtje që ke kaluar dhe po kalon, nëse e kërkon këshillën time, drejtohu policisë, nëse ai të dhunon, denoncoje, kërkon ndihmën e shtetit zvicerian, qëndroje afër djalit, merru me shëndetin e djalit, ai është kryesori, dhe mundohu të sistemosh jetën tënde. Ti e brenda më jo të ose tinja, ai e pëjnë të atë gjuën, ndër drogën, unë, kër shkushin pushim o deta shkom nga 3 muj, para se ti e këto brenda, e ti para se të kemi fëmi. Po? Shkom 3 muj në maj që e di shta shtekim pak të rejmë bore gru, e di shta qëtësom, si bore gru të pajtojmë, i takimi, e di shtë jetën ma ndryshme. Ai, e di shka të vëndo o deta. O në rënja gjithë natën pa mbulo, pa qebe, e dish, pa argjon, pa jastën. Rënja e pretja poshtë, a i mëshireshte në alto dita, e pëjndet me njerë drogën, vinte poshtë, më kërcënonte, më dhënonte, më rejfte, po. Rane. Më dhënonte o dita, krejnë ma qau, shkova që me një mjeku sa të qoj për te shkopit, shkova në dita në një javë. Oj, së në temë unë e di me lutë, po ka fëmije në parë ma ombi jo tita. Beta një 7 zane, di me 18 do tita. E dashura Ane. Beta, sa muj, e 3 muj isha o tita. Sonë e parë, fëmije në parë, beta në parë. Më vjen shumë keq për ty, ti e ke humbur nënën, e ke humbur babajnë nga kjo jetë, fol me vlezrit, e tu tregoj situatën e vështirë në të cilën ndodhesh, jam i sigurt që ata do t'i kesh pranë dhe unë ta uroj me zemër të bëhet më e mira për ty. S'më du do tita. Asë s'më du do tita, se u folë, se i dali këti zortë, tashti. Shteje bështet këtë basborin të e me du, po pse, a e di se sa ka vujtë potra jem, tash. E dashura Ane, më shiko drejtë në sy. Ti duhet të bëhesh e zonja e vetes. Je 30 vjeç, mos u dorëzo, Zoti ka falur një djalë që është drita e syve të tu, jepi forca vetes dhe vendosi pikat mbi. Vetëm ti mund ta ndryshosh jetën tënde, askush tjetër. Ndaj mos u dorëzo. Nëse ai burr nuk të do, lëre, nëse ti nuk e do, lëre dhe vazhdo jetën tënde. Je vetëm 30 vjeç dhe jetën e ke përpara. Mua këtu më ke, numrin tim e ke, më shkruaj për çdo gjë, nëse ke nevojë për ndihmë, fshi lotët, nuk dua që ta mbyllim këtë live me lot në sy, të lutem, se dhe unë ndihem keq kur shikoj nëna kaq të reja që vuajnë, lotojnë, nëna të dhunuara, por mos u dorëzo. Jeni një vend që ka plot mundësira, jo vetëm për të jetuar, por ka mundësira të të ndihmojnë. Jeni një vend i zvicerian, jeni në Zvicër. Aty kërkon ndihmën e institucioneve dhe jam e sigurt që do të ofrojnë ndihmë. Shko dhe trego të vërtetën e jetës tënde, me mashtrime, me gënjeshtra. Ti kishe shko në Zvicër, kishte thënë ajo e rreth djali, ajo sot ta mam. Le të kesh deklaruar çfarë të doja ai. Ti shko dhe trego të vërtetën që je e aftë mëndërisht, që nuk je e sëmur, që i ke marrë kot këto para nga shteti zvicerian, me gënjeshtra nuk shkohet në asnjë vend. Po the të vërtetën,
do gjesh rrugën e dur, ma beso këtë gjë. Rehane, unë të përshëndes, të përqafoj nga Tirana. Të puthe dashur. Fshi lotot. Vjera ime pi cigare. Me kalimin e kohës po e pinte dhe nusja ime dhe këtë gjë nuk e pëlqeja, nuk e toleroja dot. Çuni mati ishte në një moshë në vend se të rujmë atene, do rujmë mami. Nuk isha dot as intimitet me nusja, nuk bëhet dot një llafe. E mora me dashuri, edhe nuk kam dash që të letohet sikur një kim e floku ajo. Ikën nusja me gjithë kalamajt dhe çojnë në fier tek e motra. Diti që do shkojë ti merja në nusja te kalamajt, thot ma, unë zvi, thot me thot, thjesht kupton, jo njeri më thoshte, nuk të dua me. Kemi një javë, gati 10 ditë që mundohem të kontaktojnë për telefona, më ka borë blok. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në një ishull shumë të largët të Greqisë, në kufi me Turqinë, do të jemi në Samos, do të lidhemi me një 40 vjeçar nga Lushnja me emrin Ervin Bali, i cili prej vitit 1999 është larguar drejt Greqisë, drejt ishulli, është martuar, ka krijuar familjen e tij me një shqiptare. Por fatkeqësisht pas 18 viteve martes, partnerja, nëna e 2 fëmijëve, zonja Lirie, e ka braktisur, është rikthyer në shtëpi. Padyshim që 40 vjeçari ka ngelur me 2 fëmijët në shtëpi dhe kërkon një ndërmjetësim për t'u ribashkuar me gruan, pasi po kalon momente të vështira. Por çfarë ka ndodhur mes çiftit do të jetë pikërisht Ervini, i cili do na i rrëfej këtë histori. Ndaj hap dritaren dhe përshëndes. Ervin, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia, unë që të kam kontaktuar ty, nuk e di, do me thonë ato gjë një zgjidhje, po unë jam i martur, prej 20 vite dhe kam 2 fëmijë. Me jetë ti kesh, po, mund të ma tregosh problemi që ke. Unë kam marrur i vogël që në themendën me familjen në Greqi dhe jam rritur këtu në Greqi, do me thonë, jam rritur me mentalitetin grek, paka shumë. Nese, kam punur në furrë buke 20 vite, 4 vitet e fundit, 2020, do me thënë, deri tani para vitit 3, para festave, e mbylla biznesin tim se na hyn ca kontradita në shtëpi, edhe prura dhe vjerin me vjerën këtu nga Shqipëria ti marrin afër dhe aty na hyn greçka të shtëpi. Gjithsesi, kisha debate shtëpi vazhdimisht, do me thonë, që edhe ne s'po e kuptonim nga se. Në shtator të 2024-s vendosa e lash biznesin, pse se se po na prishet shtëpia, nuk po dim si nuk po menaxhojmë situatat. Ti përkushtohemi njëri tjetrit si çift dhe fëmijëve. Edhe me mendimin që po rregullonim si çift, në dhjetor 2024-s vi Shqipëri me gjithë fëmijët dhe gjithë nusën. Unë jam nga Lushnja, nusja ime është nga Fieri. E qartë, po? E le nusën una vëm të prindrit e mi në një fshat Fizgjove të Lushnjës, ndajmë atje, ikën nusja me gjithë kalamajt dhe çojnë në Fier tek e motra. Atë ndenja një javë atje, edhe flisim çdo gjë normale, do me thonë, deri këtu. Diti që do shkojë ti merja në nusën e kalamajt, thot ma, unë zvi, thot me thot, se kam kap një psikolog, thot nuk jam mirë. Oh. Qa thua që të më mëjtë? Nese, u ballafaqova donë me këte, erdha shpike prindrit duke pritën mirë se janë edhe në mosh. Ishe data 17 dhjetor, kur ndodhi kjo. Erdhen Krishtlindje, ta shajtë më kalon festat bashkë, se jemi me fëmijët, kemi vite, kisha 20 vjet pa bërë festat me prindrit, kisha vajtur kështu për kohë shkutra, po që të bëj vitringa, edhe ti kam punuar në furrë buke, festat e fund vitit këtu e duan punëtorit të jesh gjithmonë pranë, nuk ikën dot. Gjithsesi, e lash, kaluan Krishtlindjet, kaloi viti i ri, vajtëm datën 1 janar për vizitë, do me thënë unë, babi, mami, vëllezërit, 3 vëllezërit e mi me gjithë nusët e tyre, për ta marrur, për vizitë, për vitrim me 1 janar, për ta marrur. Unë nuk vi, thot nusja, i thot jo, se të gjenjem, i thot babi, i thot, zakonisht thot, vi me 5 makina kur marrin nusë, nuk ka marrë me 2 makina, që të marrë që e nusja janë, jo, unë s'vi, tha. Po pse? Ja, tham, kam zi jetën, tha, djali u, tha, gjithë të vite, o, për nuk di gjo, thot babi, nuk di gjo me kuptimin e plot fjale, sa do ketë kaloj e di këtë djali, mus më ka njoftur njëri. I drejtohet babi Krushku, ti, thot, Ardian, thot, kur e di e debatet me gocën edhe me djalin tim, pse s'më themu i lafe. Stashun, e di vetë që bë me fëmin tim. Nese, i thot babi, do vish me ne, thot, në qofë se vini si le të keq me ty për mua, ma ju përgjësi.
Nuk di thot, nuk do vishi thot edhe i herë babi, apo jo. Do pres thot këshilloj trurin tim, pastaj do vendos. Nese, ikem me si qerdhen, në datën 7 janar, duhet vinim këte se kishin kalamaj shkollë. I qartë, e kuptoj. Po? Po. Do ikim për Greqi, se kemi plane tjera, domethënë nuk erdhëm për plane për gjëra tjera, këto inxore të rrugës. Jo unë s'vi. Po fëmit. Fëmit tha, djeri këtu ke unë. Ndërkohë unë i qoj fëmit ke ajo, më thot djali madh është 17, korrik mu 18, i vogli është 9 vjeç. Më thot, babi thot mu po më lek tu, unë do marrë vllane vogël, thotë do iki, do ankohen policitë, do iki kot se tu nuk ndjehe mirë. Detyrimisht nuk mund t'i lihet fëmijët e tjerë, una. E qartë. Nese ika una, unë e mbështesja gjithmonë atë duke ditur që kjo ka me gjithmonë problem për psikologjinë e vet, siç më tha. Marr fëmijët, më tha do vinë datën 10 me tim vlla, ishte edhe i vlla i kësaj në Shqipëri. Datën 10 nuk erdhi. Thash po pse s'po vjen? E prisem me 10 janar nuk erdhi. Në 1 shkurt, me 2 shkurt erdhën prindrit e kësaj prap këtu, edhe nusja nuk erdhi. Thash po ku i pse s'po vjen? Po ka ca punë veta. Para disa ditësh, më marrin telefon nga gjykata e Fierit, më njoftojnë në WhatsApp. Po. Që në datën 3 mars tha ke gjyqta për ka ankimur pa di divorci nusja ime. Që unë s'jam ndjeni fare. Unë e marr telefon vazhdimisht që të ditë, më të çe ke bordi kështu, pse ke vaj gjyqi, pse do të ndash nga unë, kush janë arsyet? Arsyet janë shumë gjëra, gjithë ato vite. Tash unë mirë tash po nuk e kemi kështu, edhe kemi 1 javë, gati 10 ditë që mundohem të kontaktojnë nëpër telefona, më ka bërë blok, nëpër telefona, nëpër WhatsApp, nëpër edhe kalamajti ka bërë blok. I dashur Ervin, më lejon të pyes që të kuptoj qartë dhe unë problemi që keni arritur në një pikë që pas shumë viteve martesa apo kërkon të divorcohet prej teje. Ty të ka ardhur, le të themi, një njoftim nga gjykata e Fierit, bashkëshortja juaj është drejtuar gjykatës dhe kërkon divorcin prej teje. Ju sa vite martes kishit bashk? Jemi njohur që në 2005. Që i bie shumë vite që keni qenë bashkë. Që 2005, po kam qunin, po vetë djali pra mu 18 vjeç, shumë vite. Ka qenë një njohje me dashuri apo mbledhëri, se ti më tregove? Me dashuri, njohje me dashuri, u njohëm domethënë u pa me njëri tjetrin, nëpërmjet disa kushurive të asaj, do në shpreha pëlqimin, edhe domethënë atë i të këtu, po nuk e di pse kemi arritur me këtë fazë, pse po kuptoj. Por mund të më tregosh çfarë ndodhi kohët e fundit, se ti the mbylla biznesin për hir të familjes. Grindjet kanë pasur një arsye, një motiv që ka nisur në familjen tënde. Nuk besoj të ke qenë shkak nëna dhe babai i saj. Unë për shembull kam qenë gjatë gjithë jetës i përkushtuar, domethënë u martova e vogël dhe kam punuar që i vogël, edhe kam arritur çdo gjë. Si debat me i madh që unë po debatoja këtu dhe vjera më përgjonte, ishte se vjera ime pi cigare. Të jem realist, pi cigare, po me kalimin e kohës po e pinte dhe nusja ime dhe unë këtë gjë nuk e pëlqeja, nuk e toleroja dot. Se unë nuk e pija cigare, as alkool, janë gjëra që nuk pëlqejnë, domethënë unë edhe nuk edhe këtu krijon debatet, i thonë po mos pi më thonë cigare, mos pi cigare, jo do pi. Ndërhyrën edhe djerë, domethënë, kur i thoja una që mos pi cigare sa ashtu se pi, do pi qupa, qa ka? Ka stres, ka... Nuk e pëlqej, domethënë, këto ishin grecka që mua më bënin që më agravonin, ashtu usilja kej, po... Gjithsesi, unë u pajtova me dëshirën që kishte se, thashë pije, që unë i mati ishte në një moshë në vend se të rujmë atene, të rujmë mami. I dashur Ervin, është gjuna Zoti që të shkatërrosh familjen pse nusja nisi cigaren dhe ju u zut për cigaren. Unë nuk isha për shkatrim familje, nuk më kuptove. Unë pse debatoja, do me thonë se nuk e shikoja mirë si figur, po unë nuk pajtova me të gjë, po këto që krijesa debateve këtu të unë, të familja. Pse vendosë të jetoje me vjerin dhe me vjerën? Se nuk jetojnë më vetë ata. Nuk thash, neve këtu kemi punur si thash, kemi bler një shtëpi. Edhe këtu, njët me shtëpinë që ne rrim, bleva dhe një shtëpi tjetër. Ndërkohë, mendova që ta jap me qira, thash, pse mos dim se rrinin prindrit e nusës, rrinin me një vend tjetër. Rrinin me një vend tjetër edhe punonin afër këtej nga ne. Pse nuk vjen thashun babi me mamin të rinë këtu me ne? Thashun as qira dua, as i gjë. Ndërkohë babi jo thashun merret me suvatime me ndërtime, edhe rregullon gjë të shtëpia. Ndërkohë me kort kështu, si thash, erdhën,
nejtë këtu me kalimin e kohës nuk kisha dot as, nuk e di që do arrije me këtë fazë, unë do kisha pru, nuk kisha dot as intimitet me nuse, nuk bëhet dot një llafe më tepër se unë nuk e di, nëse ka familje që s'ka Grecka, ka fjalë shpion, do jem gabim. Jo, çdo familje ka probleme, është mëse e ditur, por njerëzit logjikojnë dhe din ti si harojnë. Tani me sa po kuptoj unë, ardhja e vjerrës dhe e vjerrit ka sjell më shumë konflikte tek ju. Po. Por nuk mundet do të flisje me vjerrën dhe me vjerrin që gjërat po na shkatërrohen dhe të gjeni të përbashkët? Unë jam i bindur me plot fjalë, domethënë që ajo nga ndikohet, se unë e marr në telefon me të vazhdimisht tani, e them kur do vish ke fëmijët. Njëherë thot vetëm për fëmijë do vjen ty. Njëherë thot që nuk vi fare, s'më intereson as gjë, do merret vetëm me veten time. Them unë, po mi ti do merresh me veten tënde. Merrem do me veten time, po fëmijët ku do çojmë, ne do t'i hedhim poshtë. Reagim shumë i ftohtë dhe i prerë, më thonë që më ka borë që të bras mend, domethënë edhe punë nuk vete, se nuk e orek, se ishte rrufe vjetë katër, domethënë ishte e papritur nga ana ime. O, Ervin. Unë qofse kjo do ikte për... Po. I dashur Ervin, një ndarje nuk vjen pa pritur, të flasim realisht. Pra një ditë të bukur, një grua nuk zgjohet nga gjumi dhe i thot burrit nuk dua të jetoj më me ty. Do thot që shumë gjëra mund të kenë ndodhur në familjen tuaj që janë akumuluar tek ajo zonjë dhe ajo ka vendosur të ndahet përfundimisht ndaj teje. E ke pyetur ndonjëherë veten tënde mbase je ti shkaktari ke gabuar diku? Unë jam përballur me realitetin, i kam thënë asaj, unë ta them ty që kur lam biznesin ton, unë i pranoj të gjitha gabimet e mira, unë për shembull, nëse e kam sharë dhe e kam ofenduar siç e bëjnë burrat shqiptar, zeri po, ajo po më akuzon për dhunë tani mua, që ti më dhunoje. Që kjo nuk ka ekzistuar duke unë, dhe unë kam çunin e madh. Çuni i madh, qofse do isha një prind i dhunshëm, nuk do rinde afër meje. E ka largu totalisht mamin, e biles djali madh, është aq i prekur setër se ka vitin e fundit shkollor, të shokët e tij dikin me pushimet, me ekskursionet ato, ai thotë nuk i ke bërë vetë se nuk vetë të vllahën vetën. Ku do kujdeset thotë për vllajin. E kuptoj qartë situatën, por... Unë po them të di që kam pas dhe unë gabimet e mia, po kam pas dhe unë ato, po ajo që të arrime këtë fazë, do me thonë që të vetë të drejtojmë gjyqit ose kam menduar asnjëherë. Ervin, ti the që unë se kam dhunuar asnjëherë, por dhunë nuk është vetëm ajo fizikja. Të rash një grua, dhunë është dhe ajo psikologjikja. Ti e pranove deri diku që e kam ofenduar, e kam sharp, pse e bër kaq agresim ndaj saj? Po, e pranova dhe e pranoj përsëri, pra duhet them që, po, si qift që u rritëm si të vegël, që e te i kalonim edhe qik me fjallorin, do me thonë, me shumë se të duhet, po prate e kafshoj e frenin e bje në gjujë para saj. Nuk ishte kemi kalur keq, ne arrim këtu me një vend, jemi në ishull në Samos, edhe 800 metra kemi Turku, ne çdo fundjavë venim e kalorim në Turqi, 18 vite. Si mund dal ka sot pas 18 vitesh ajo, thojë që unë jam i dhunueshëm. Ndërkohë, ti mund shikosh historikun tim Facebookut, kemi kalur momente prallore, pra, për një fjalë, për një kapriçë, për një ashu, që të arrish divorc, unë nuk e di. Por kontakte me fëmijët në këto 2 muaj që është larguar, a ka me fëmijët e saj? Ka pasur nëpërmjet teje, sa u shkput nga unë, hapi një adresë, se ne kemi patur një Facebook, e kemi që pasur Vini dhe Lirije për bashkët, e përdoren të dy. Hapi një tjetër sa u largua nga unë, edhe na qoj ftesë, ndërkohë ne që i thonim gjithmonë e merrim kur do vish biles të tregoj historikun e mesazheve unë ty, edhe ta shifkosh ti do tush gjuhën time dhe gjuhën asaj. Ajo na bëni blok, bëri mua përpara, ka bërë dhe çunin blok. Mirë, kjo është e rëndë. Një nënë që bllokon fëmijët e saj, kjo është e rëndë. Nëse ajo në një farë mënyrë është ndarë me ty, fëmijët janë edhe të saj, ka përgjegjësi për ata fëmijë, sidomos për djalin e vogël. Unë e marr telefon, ti e kupton që ti i ke braktisur fëmijët këto momente. Jo, fëmijët ti po i braktis. Po çish po i braktis, unë se kuptoj. Unë jam këtu 24 orë, nuk ikë dot punë. I vogli ka nevojë të lartë, shplat. Prindrit e mi për shembull që të vinë ndihmojnë me Shqipëria e mosh, nuk vinë dot. Kanë ardhur prindrit e asaj rrin këtu, po vetë një muaj avash, nuk interesojnë që vinë të shikojnë fëmijët e gocës. Por fëmijët si kanë marrëdhënie me gjyshin dhe gjyshen, i duan, përpos çfarë ka ndodhur mes teje dhe nënës së tyre. A duan fëmijët gjyshit edhe nënën? Po. Fëmijët i duan, pa ato nuk interesohen për fëmijët. Fëmijët i duan, kanë treguar interes. Piles çuni madh dhe kishte marrë
veç ke shok të shkollës që ka ardhur nëna me gjyqit dhe vjen. Domethënë jemi fshat këtu kanë marrë shtëpi në qytet ta poshtë. Pra nuk jetojnë më Ndërkohë unë e morë disa herë djeri në telefon, edhe në Messenger, edhe në telefon, nuk mu përgjigj. Rastisht e takova, thashën, ore, ku ishte thashëm, pse s'vjen të shtëpia? Mos më thoi mua, tha di vetë çfarë bën. Thashë, po qysh mos them ty, ti je babaj. I dini vetë punë, unë kam hallet e mia. Pra, kjo është përgjigje nga nëna dhe gjyshi, po. Me sa po kuptoj unë Ervin ti që nge në prag të divorcit, pra ajo nuk kërkon më të kthehet tek ty. Po, përderisa mu mjaftu nga gjykata tjerit, ajo ka hapur atena, di çaj të ankimimin për divorc, nuk e di si thuhet shqip. I është detyruar gjykatës për të kryer divorcin që të ndahet nga ty. Po. Po mirë, unë i gjë s'kuptoj Ervin, të jetosh në një ishull, që më thej jam në ishullin Samos. Me gjithë të mirat, keni punuar 18 vite, keni bler 2 palë shtëpi në Greqi. Gjithë të mirat e kësaj bote 2 shtëpia kam bler këtu, 5 mjetë kam të emritim, biznesin tim kam këtu. Do me thonë, isha më lartë se një familje greke këtu, po ja pra ke erdhën gjarat edhe unë po çuditim, ishtë lush mendsh. Po mirë, e mira ju të shmëndi që u të shojnë në këtë pikë, së është gjuna zoti. Po, ti mas analizë si s'to plejt e mirë, ju mundi e mirë, u futi e mirë për para. Por djali madh çfarë thot? Sa ai është 18 vjeç dhe ai e kupton situatën. Njëri vogli që se kupton. Djali madh është komplet ishte i prekur se e çova të ke psikolog se nuk është edhe mirë me mësime dhe edhe ai mendon për vllajën, ai shikon domethënë ishte lidhur edhe me një vajzë greke edhe u poqën të dyjet qiet, mami e kalon. Ajo vajza e la, ishte kështu, ja vjen ai, domethënë pas gjatë 10 minuta biseda vjen nga shkolla, se tani në 2:30 vjen. Djali madh është komplet i zgënjur nga nona vet. Domethënë, se ne unë për shembull kam 21 vite që nuk kam festu fest vitin në Shqipëri. Po. Edhe ishte aq i gëzuar, i kam aq me ëndrat të mëdha, aq me ato, edhe mami për shembull na la rrugën. I ke me ëndrat se që ti jemi sinqer, që këtu me që thashë nuk do kemi furin, i mbylla biletat, kur i ku mund se ti vaj në fjerë, domethënë ke prindrit edhe ke motra, ndryshoj si jo do ka psikolog, jo nuk jam mirë, e unë e marrë telefon, duon kalamojt si kam lënë, kam tjatin e vetë. Moj, i ati vetë ishtë, unë normal që jam të bëjt e tyre time, po qa mund bëjë na? Unë ose të rish shpi të shërbej këtyre, ose të ikit punoj, t'i lëtë të pashkollëtrim shpi vetë. Ervin, por e ke menduar që ndoshta ajo është në një situatë jo fort të mirë dhe mund ketë nevojë për një psikolog, e kërkon të qetësohet, t'i japësh. E ka menduar se po mos ta mendoja, nuk do rrije këtu i heshtur Maja Kalamaj dhe mos bëja asnjë lloj lëvizje. Deri tani. E ka menduar edhe këtë. Ndërkohë, kur i thash, domethënë para 10 ditësh, 2 javë i thash, marrove punë me psikologun, pse s'kthehesh ka fëmit? Kam punë tjera, tha, më serioze, tha, për psikologi e ti. Tashun po tjera, kërkove tashun deshte psikologu. Kam punë, më qa punë shketi, kam punë, tha, po merre me divorcin. Apo qa thua tashun, maj? Unë anashkalova këte, nuk e besova kur më thoshte, vetëm kur më njoftun nga gjykata. Por ajo justifikimi që po ndahet nga ty kush është? Pra, që ta kuptojmë qartë. Ajo po ndahet nga ty, pse? Sot e morën telefon nëpërmjet burrit motrës, kërkova thash duhet flas me se nuk kam fëmijë fort mirë, do të. E mora, tash më pse i bëm këtë budalliqe? Pse humb kohë nga jeta jote larg fëmijëve? Pse di kota ti ku shpenzon kohë? Pse humb, domethënë, çfarë gjeti ty, çfarë psove ti? Thjesht nuk të dua me, kuptoj këtë gjë një herë mirë. Më po pse? Çfarë bëra? Thjesht kupton ti o njeri më thoshte, nuk të dua me. Au. Ndoshta ka mbaruar dashuria, e ke lënduar dhe ajo. Po, ndoshta dhe kjo ishte ti Odeta, unë po them që unë kam dhënë maksimumin për familjen, po pas sa qenë maksimumi hedhur poshtë, unë nuk mund të them që unë kam qenë perfekt asaj unë i kam qenë asaj i gatshëm në çdo kohë, në çdo çast edhe për çdo gjë. Po them, kam pas dhe unë gabimet e mia, po deri me i farë feje, domethënë i kam vënë frej vetes e di çfarë do të thotë familja. E mora me dashuri, edhe nuk kam dashur që të letohet sikur një qime floku ajo. Po, çfarë patesh kemi bërë këtu mrena për mrena shtëpis, kam ngjelur këtu, aq. A i ke kërkuar falje ndonjëherë për gabimet që ke bërë? Ndoshta
Meshkuj shqiptar mund të jenë nga natyra pak edhe agresiv, por unë prandaj të thash që fillim që unë i di, shikoj historitë ta, po unë kam ardhur këtu në Greqi që i vogël si tash edhe jam rritur me mentalitetin grek. Këtu për shembull femra nuk dhunohet si dhunohet në Shqipëri. Femra s'duhet dhunohet në asnjë vend, kudo që të jetoj. Është qartë, në Shqipëri fatkeqësisht shumë burra i dhunojnë gratë. Gjithë globi, po do të them në krahasim, po bëj një krahasim me Shqipërinë me Greqinë. Po. Këtu ishtë komplet ndryshme, thonë. Ka tjetër respekt mashkulli ndaj femrës. Ka tjetër sjellje, po. Kështu që nuk ka ekzistuar, unë po them që kam patur dhe unë gabimet e mia, që i kam kërkuar dhe falje. I dashur Ervin, nëse ajo e ka vendosur që të divorcohet prej teje, ka humbur dashuria, respekti të gjitha, duhet ta pranosh këtë gjë. Po mua më dhim se edhe ti normalisht, por edhe fëmijët, sepse fëmijët besoj e kërkojnë që nëna e tyre të rikthehet në Greqi dhe familja mos shkatërrohet. Po fëmijët e kanë konstatuar që janë pro të rregullimit familjes, rrin këtu, as i gjë nuk kërkojnë, as teka nuk kanë, po janë strugur këtu, domethënë, mas gjithë këtyre të mirave që kishin këtu shtëpi, noti një gjë e tillë. Nëse unë do isha domethënë kaq i keq, kaq i dhunshëm, kaq kështu, ata nuk do rrinë këtu fëmijët. Ervin, ti më ke kontaktuar dhe kërkon një ndërmjetësim. Unë do bëj të pamundurën që të lidhem në këto momente me Lirien, gjithje me shpresë që ajo do më hapi telefonin. Ervin, unë bëra të pamundurën për të lidhur, por numri i saj nuk ekziston, pra ajo numrat i ka ndryshuar. Që ti mos të kesh një numër të saj, por mua më habit fakti, ajo me fëmijët si lidhet, si flet me fëmijët. Ajo nuk ka treguar interes që me fëmijët. Unë për shembull, ç'ishte vërtetë, kam hapur përveç Facebookut që kam 2-3 herë Facebook po me të njëjtin tim emër, edhe i kam çuar mesazh se nuk pranon, e shikon që jam unë, edhe nuk pranon. Po kështu nëpërmjet dje kisha e pam që kisha hapur dhe Instagram, edhe Instagram bëri blok çuni, si e tha çuni që o mami thot, çfarë jam të gjipon thotë, pse nuk vjen ke fëmijët? Është e rëndë, nëse ai ka bërë një veprim të tillë që ka bllokuar dhe fëmijët dhe s'ka kontakte me fëmijët, është e turpshme për një nën të bëj këto veprime. Mirë ty nuk të do. Do të ndahet me ty, por me fëmijët. Unë njëjtë gjë them asaj që nuk vjen çik, nuk ke çik ndjenjë njerëzore për fëmijët, i ke lënë fëmijët vetëm tu. Ja, nuk du t'ja di, thot fëmijët i ka po jam me baban e vet, nuk jam vet. E dëgjuam historinë e Ervinit, i cili tregoi që për shkak të vjerit dhe të vjerës që shkuan në Samos pranë familjes së tyre, lindën konfliktet, lindi xhelozia dhe kështu çifti u përça dhe zonja Lirie vendosi t'i drejtohej gjykatës dhe të kërkonte divorcin. Një divorc që duket sikur vetë Ervini nuk e pranon, por dhe fëmijët ndihen të lënduar që nëna e tyre është larguar në këtë lloj forme dhe për një kohë të gjatë nuk i ka kontaktuar. Në këto momente, unë do hap dritaren, do ftoj sërish Ervinin, por do të jetë edhe djali i tij 18 vjeçar, i cili do t'rregojë momentet vështira që po kalon pa nënën e tij. Përshëndetje zemër, si je? Të bëni mirë. Më vjen mirë që flet shqip. Je lindur dhe je rritur në Greqi dhe më vjen mirë që flet shqip. E ke mësuar shqipen mirë. Po normal, gjuhën time nuk do mësoj. Më vjen mirë për këtë gjë, se një pjesë e emigrantëve që lindin jashtë e kanë vështirë të flasin shqip. I dashur, mua babai jot Ervini ma tregoi problemin që keni në familje, më vjen keq që nëna është larguar, por unë dua të të pyes, telefonatën e fundit që ke pasur me nënën, çfarë të ka thënë? Unë si kam thënë zakonshme të saj, kam thënë për shembull që kur do vish ke ne, se po bën veprimet pa menduar edhe mirë. Ajo më thot do vi nesër, do vi këto ditë. Po si përfundim dhe që ne gënjem gjithë, edhe to e më thënë biseda që bëjmë gjithmonë ku flasim në telefon. Po të ne kemi gati 1 javë, 2 javë që s'kemi kontakte. Pra keni më shumë se 1 javë, po më tregon që nuk e asnjë lloj kontakti me nënën. Ajo të ka bllokuar edhe ty në rrjetet sociale? Po. Ju jeni i rritur, jeni 18 vjeç. Çfarë dyshoni? Ndoshta nëna mund të ketë ndonjë problem psikologjik dhe i bën këto veprime të pamenduara mirë, se unë besoj që asnjë nën në botë nuk do bllokoj fëmijën e vet. Nuk e di çfarë ku do dyshoj, nuk e di. Por situata në familje nuk ka qenë fort e mirë përpara se nëna të ikte. Babai më tregoi që kanë pasur konflikte me njëri tjetrin.
Po nuk ka qenë fort e mirë, po prapë nuk ka qenë edhe, si ta them Antoni, nuk ka qenë faktor për të ndodhur gjitha këto. Kanë qenë domethënë gjëra që do mund të zgjidheshin në moment. Por kur ishe në Shqipëri dhe u ndave me nënën, ajo të tregoi diçka që ndoshta ka ardhur fundi i kësaj martese me babain tënd dhe do ndahej? Jo. Ne erdhëm në Shqipëri vetëm për pushime, se ta dinim që të ndodhte diçka që ne nuk do bënim hapi që të vinin për pushime në Shqipëri. Dhe unë kisha shumë vjet pa ardhur, edhe kisha qef se do vija edhe në Tiranë, do vetë të shesin Skënderbej, do shikoj gjëra që kam parë vetëm në televizor dhe kisha qef më pak fjalë. I dashur, ti me nënën nuk e kontakte për një javë, ajo nuk të ka telefonuar dhe ti s'ke ku e telefonon, nuk e ku e gjen. Ajo është në Shqipëri, në Fier dyshohet, kështu tha babai. A ke mundur doti të flasësh me tezën, me gjyshen, për të kuptuar situatën se çfarëdo që mund të ndodhi, ajo është nëna jote, mos harro. Është nëna jote. Ke folur me gjyshen për të shpjeguar ata situatën, or ç'po ndodh me nënën tënde? Po, kam folur, ata më kanë thënë që ata vetë personalisht duhen të rregullojnë gjërat, po pastaj kam mbetur unë kur do vi mami, ata po prapë më kanë thënë do vi këto 2-3 ditë, po si përfundim mami do vi nga mezi marsit kur mbaret në seancë. Bile se una, siç më thanë ata prindrit e asaj dhe i vllai, Po, Ervin. e prisja të vinte ditën e ejte, që i binte 13 shkurt. Po. Edhe unë, si do më thënë se kam 18 vite, edhe 18 Shën Valentina i kemi kalur që shumë qifte nuk do i kalonin. Unë në gëzimin që mora veç që do vi, vajta e bleva dhe një serë dhuratës, më tha që unë i qitë, të thashën do vi mami. I kam këtu, do më thënë, tufët me lullet e dhuratat, i kam këtu tavolinë dhe them, i shikoj, i tregoj çunit dhe zot qaj, them unë, ti e budalla thot djali, duhet qaj thot që janë ti. Por është histori konfuze që nuk po i marrim do të ballë, nuk po i bëjmë do të ballë. Kjo që më detyroi marr një mendim tek ti ç'a të bëjmë. Vendos gjykata për divorcin pastaj, por gjithë qëllimi është që mos shkatërroni familjen. Është tmerr pas 18 viteve martesë të japësh fund për çfarë? Kur nuk keni një motiv, nuk keni tradhuar njëri tjetrin, nuk keni dhunuar njëri tjetrin. Jo, por tradhtia nuk ekziston as nga ana ime as nga ana e saj. Xhelozi tepër ka patur, po me kufi, domethënë që e kemi kuptuar njëri tjetrin, bëni ndryshim rrethor që kur çuja, që kur vajte ke motra, si ta thash në fillim. Po pra, se ju nuk keni motive kryesore që të ndajeni dhe është gjyna, prandaj duhet të gjeni një ndërmjetësim, një gjuhë të përbashkët. Por gjithsesi unë jam e sigurt që unë do bëj të pamundurën për të lidhur me Lirien, për të folur dhe unë si një grua, si një nën me të, por unë do të shkruaj ty se do vete, domethënë, po këtë nuk më japin. Mo nuk kam edhe kontakt, kam kontakte, po kontaktet stota me prindrit edhe me të vllajën e asaj, si një vlla ka këtu. Do insistoj që tu marrë numrin e telefonit se në formë tjetër nuk e si komunikon me atë. Por gjithsesi është djali ai që mund t'ia kërkoj numrin e telefonit dajës dhe gjyshit, që të flasi me nënën, ai ka të drejtat e plota të flasi me nënën e tij. Ka mode dhe ka, shumë të drejt ka edhe shumë nevojë ka e për nënën e tij. Bile siç ta thash që ka vitin e fundit shkollor, ndërkohë gjithë shokët e këtij u përgatiten ikën për ekskursion në ishullin tjetër Kret, një muaj domethënë që çonte shkolla, djali im tha nuk ikë, tha, domethënë edhe për arsye ekonomike se edhe në Shqipëri shpenzum gjithë ato lekë, po edhe nga ana tjetër thoshte, po ti ikën në me 100 dollar vllajin tu mami nuk ishte. Ja, është i gjotë domethënë që këtë ngulitet kjo. Do ta marr mend domethënë gjithë jetën. Zemër, unë dua t'i them diçka djalit tënd. Ai është rritur në Greqi dhe ka një tjetër botë në krahasim me fëmijët që rriten në Shqipëri. Djali për kur mushi 18 vjeç do kryej dhe shërbimin ushtarak se ka marrë pasaportë greke. E qartë, por unë dua t'i them diçka djalit që çfarëdo që të ndodhi me prindrit, nuk je as i pari as i fundi që ka divorce, ndahen prindrit. Si do duash nënën, do duash dhe babain, çfarëdo gabimi mund ketë bërë nëna dhe babai, ata janë prindit e tu dhe unë t'i jap këshillën që në marrëdhëniet e tyre të ngushta mos u fut, mos u përzije dhe t'i duash të dy prindit një lloj. Unë uroj dhe shpresoj që nëna juaj të ndërgjegjësohet, të reagojë dhe mos ta prishi këtë familje, të jetë pranë jush, sepse ju keni nevojë për nënën, çdo fëmijë, çfarëdo lloj moshe të ketë, ka nevojë për nënën e vet. Uroj që ta keni pranë, por i dashur, unë dua që ti përcjellësh një mesazh nënës. Çfarë do i thuash nënës tënde?
Edhe unë thjesht duhet t'i them që vit kthehet tek ne, bashkohet e familjeve si kemi qenë para se të vim në Shqipëri, i mendoj mirë të gjërat që po bëhen, se këto janë gjëra që bie pasoja në jetë, nuk janë gjëra që jo thot po nesër, po duhet t'i mendoj saktë, do e marr deri në dhe këto gjëra që bën. Kaq, nuk kam çfarë t'i them më. Ervin, çfarë do i thuash ti? Do të thoj këtë që çfarë do të thoja në do të thoja që të kthehet ke familja vet, se çdo gabim rikuperohet, çdo gabim që ka ndodhur një herë nuk do ndodhi më. Njeriu për shembull nga gabimet mëson, Më gjove. Të dëgjova, por më dhimbë se shumë ai djali juaj që është kaq i trishtuar. E shikoj drejtë në sy dhe duket që është i trishtuar. E kuptoj që të ka rënë një barë që të kujdesesh dhe për vllajën të vogël se babai duhet të punoj, por shkollën nuk duhet ta lësh. Besoj je një djalë i rritur, i zgjuar, shumë gjëra i kupton. Nuk do ta loje ti Odeta, po të detyrohen kushtet e jetës. Unë mundohem të marr me sa shumë pozitivitet bëhet, se çdo humbje ka dhe një fitim nga ana tjetër. Edhe thjesht përpiqem mos ta lë negativitetin marrë mendin, domethënë. Mirë të dashur miq, dëgjuam historinë e familjes Bali, e cila fatkeqësisht duket sikur i ka ardhur fundi gjithçka, zonja Lirie kërkon të divorcohet. E kuptoj qartë, kur një dashuri mbaron dhe gjithçka nuk funksionon më si më parë me bashortin, mund të ndahesh, por nuk është, le të themi, e pranueshme që një nën të largohet dhe mos ketë kontakte me fëmijët e saj, kur të dy djemt mundohen ta gjejnë në rrjetet sociale në natyrë ti shkruajnë asaj dhe ajo ti bllokoj, kjo është e pafalshme. Kështu që uroj dhe shpresoj që zonja Lirie, e cila aktualisht ndodhet në qytetin e Fierit, nëse është duke na dëgjuar, të reagojë, të ndërgjegjësohet për hir të fëmijëve, nëse nuk e do burrin e saj, le të ndahet, është e drejta e çdo gruaje të jetojë me këtë dojë, por fëmijët janë përgjegjësi e madhe për çdo prind. Mirë dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me këto histori njerëzore që vijnë për te kufive të Shqipërisë. Faleminderit dhe takohemi nesër.